Tani, në gjenerata Z, si pas disa fakteve të përmbledhura, për këtë gjenerat stabiliteti financiar është prioritet më i madhë se pasioni. Do me thonë, dojnë me bo pare, mos me ndjek pasionet. Kjo është prioriteti më i madhë. Pastaj, është më pak e interesuar për martes të hershme. Pra, martesat e hershme nuk janë prioritet. Kalojnë më shumë kohë në video, duke pa video, se sa duke lexu tekste ose në tekste. Shumë interesant, përdorin aplikacione për njohje. Gjenerata që përdorin aplikacione për njohje, pra e shfrytëzojnë internetin, më shumë se çdo brez tjetër. E natyrshme sepse ne s'kemi pas aplikacione atëherë. Edhe zonjat s'kan pas. Dhe e fundit, është brezi më i arsimuar deri tani. Pra, të arsimuar. Ta kuptojmë fjalën arsimuar. Tani, me qenë se e patëm vetëm Yllkën Gen Z, doa ta nisi bisedën pikërisht me Yllkën. Po më intereson Yllka me ditë, a është duke kriju gjenerata jote një bot të re? A është duke kriju një, themi kështu, bot të re ma të lirë, për te para gjykimeve që i kanë pas generatat e më hershme, apo ka filluar të humbet në botën virtuale? Si e sheti? Unë kam hullumtu pak për gjeneratën time, se unë kam linë në vitin 1997, po nuk e di sa vlen kjo për Kosovë dhe situatën që unë kam linë, do me thënë, se është pak vështirë me generalizu dhe me vendos etiketa për gjenerata, sepse edhe pse rritemi në shumë faktor të njëjtë, prap ka për shembull dallime ne me shtetet e tjera që kanë qenë ndoshta në një periudhë tjetër, ose kanë pas faktor tjetër, ose situata tjera. Për sa i takon qasjes teknologji, kam përshtypjen se nuk mund jashtojmë, nuk mund jalshojmë rrugën kërkujt në botë. As japonisë. Po, tash, të më thënë, periudhën e fundit, po, teknologjia, ne jemi tash globalisht të barabartë me gjithë gjeneratat e tjera, për shkak se kemi të njëjtin kontakt me gjitha sendet, me gjitha situata që pëndodhin tani në botë. Po nuk e di, gjenerata jonë e sheh botën shumë ndryshe, normalisht se gjeneratat e tjera, se gjenerata juaj më sakt, edhe po pretendohet të krijohet një lloj jete tjetër ku ekonomia të jetë, dhe më thënë financiarisht të jemi më të sigurt, ëndrat normalisht që janë të rëndësishme, po më shumë shihet ajo që ka më shumë benefit, dhe më thënë që ka më shumë përfitim, se sa ajo që ka vërtet dëshirojmë. Po prap është e vërtet me generalizu gjithë që ka edhe me gjeneratën. Ato që i ke lexuar përputhen me jetën tënde, me ato që ti jeton? Deri diku. Deri diku. Për shembull, ku je njësoj ose ku përputhesh me të tjerët, ku do në botë të rinjë të kësaj gjenerate? Ndoshta kjo dëshira për një stabilitet më të mirë financiar. Kjo është e para. Okej. Para se të kaloj ka ana juj, me që se është më afër. Ta shumë do me anë, dhe me thënë. U pas këm do, jo të shumë anë këtu, shumë gjeneratë. Si e sheti? Gjenerata, Gen Z... Apo e bën një botë ma të ri edhe ma të lirë, një farë mënyre, apo ka humë botën virtuale? I ka edhe anët pozitive edhe negative. Nëse flasim në aspektin pozitiv, si që ceke edhe të resol, në aspektin teknologjik jam atë avancum. Pra, nuk ka nevoj me prit një punë dhënë, s'muj me kriju punën vetë, në aspektin e marketingu digital, apo bizneseve online të cilat ata i bojnë, apo dhe temat të cilat i kanë praktiku me viti, i kanë marrë hapat, si për shembull në aspektin e barazisë gjinore, pastaj të aspekti i shëndetit mendor, flasin haptas për shëndetin mendor, për stresin, për ankthën, për depresionin, nështë që gjeneratat e kalume e kanë pas shumë avështirë mu qas, apo me folë me familjarët, apo me shoqërinë, apo me të tjerë për këto problemet e cilat ata i kanë pas nështë çdo ditë, apo me pjesën e bullizimit, se dorën zemër këtë njëtën tonë kemi pas bullizim, po nuk e kena pas nështë guxime për para me marë hapin dhe me tregu që po bullizomi në shkolla, apo në aspektet e tjera. Janë ma kreativ, janë ma inovativ, sa për këtë pjesës teknologjike, po i kanë edhe do
të meta apo jo anë të mira pozitive, sepse kanë shumë varëshmëri ndaj pjesës teknologjike. Shumica nuk i shfrytëzojnë atë sa duhet, siç për shembull pjesën e TikTokut, nuk e shfrytëzojnë në mënyrën e drejtë apo mënyrën e duhur, e shfrytëzojnë më shumë ndoshta për me arrit një famë momentale apo një aspekt momental që ndoshta mund të mushu brenda natës. Ma mirë është me hapa ma të sigurt, edhe nësa ajo aspekti financiar vjen me hapa ma të sigurt, ma mirë është me hapa të sigurt nga dalëshëm, edhe arrin aspektin financiar ka dalje. Por